Të ardhurat nga akciza për periudhën janar-prill 2025 arritën në 20 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 2.3 miliard lekësh ose 12.7%, më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Financave në raport me planin e parashikuar për këtë periudhë, të ardhurat janë realizuar në masën 6% më tepër, ose 1.1 miliard lek mbi pritshmërinë. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, kjo rritje vjen si rezultat i shtimit të importeve të karburantit, cigareve, pijeve alkolike dhe kafes. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit janë zhdoganuar gjithsej 229.000 ton karburant, ose 31.000 ton më shumë se një vit më parë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, me një vlerë shtesë prej rreth 1.3 miliard lekësh. Ndërkohë, importi i cigareve ka shënuar një rritje të ndjeshme me 75 ton, më shumë se viti 2024, duke çuar totalin në 946 ton. Të ardhurat nga akciza e cigareve janë rritur me 597 milion lek. Gjatë kësaj periudhe janë zhdoganuar edhe 24.000 ton pije alkolike, si dhe 2.445 ton kafe, një rritje prej 132 tonësh krahasuar me janarin dhe prillin e vitit 2024. Këto të dhëna konfirmojnë tendencën pozitive të ardhurave doganore dhe ndikimin e rritjes së konsumit në mbledhjen e të ardhurave nga akciza.